Në fakt, Franco, unë nëse do më kërkoja t'i vija një titull, përveç titullit që kishte summiti sot që ishte vënë nga organizatorët dhe nga Këshilli, asgjë e re nga fronti evropian. Në fakt, sot nuk dëgjuam asgjë të re që nuk kishim dëgjuar më parë nga liderët e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian apo të kontinentit. Antonio Costa, shefi i Këshillit, përsëriti retorikën e zakonshme të zgjidhjes së problemeve në multilateral, çka nuk shkon fort përshtat me atë që ka promovuar së fundmi administrata Trump. Siguria e Europës duhet të jetë në krye të agjendës, ne duhet të kemi një ekonomi konkurrente dhe rinia dhe migrimi janë shumë të rëndësishme. Pra këto ishin shtyllat mbi të cilat u ndërtuan fjalimet e shumicës folësve sot, përveç presidentit Erdogan, i cili e zgjeroi disi gjeografin e fjalimit të tij, bëri një deklaratë të fortë ndaj Izraelit, i kërkoi Shteteve të Bashkuara dhe Europës të mbështesë fort administratën e re në Siri. Pra, nëse do duam të bëjmë një diferencim mes këtij samiti dhe samitit të mëparshëm apo dhe samitit të Berlinit, apo të konferencës për Ukrainën që u mbajt ca kohë parë, është e vështirë të gjesh diçka të re që do të tërhiqte vëmendjen e mediave apo mediumeve me interes në Bruksel. Dhe jo më kot, dhe kjo ka kaluar pa fort vëmendje tek Politico, tek Euroactiv, tek mediume që shejpin, që formësojnë opinionin publik në Bruksel, dhe jo vetëm publik, por dhe opinionin e burokratëve apo të zyrtarëve të Brukselit. Sigurisht mbështetja për Ukrainën ishte emëruesi i përbashkët i të gjithë liderëve, duke nisur nga kryeministri Rama e deri tek udhëheqësit e tjerë, pra ajo ishte pika e parë për të cilën u fol në këtë summit. Von der Leyen në fakt e dha një lajm. Europa do të vazhdoj të thelloj dhe të ashpërsoj sanksionet ndaj Rusisë, që në fund ditës është mekanizmi i vetëm efektiv që Europa apo Bashkimi Evropian ka vënë deri më tani në lëvizje ndaj Rusisë, jo i pasuksesshëm, pra janë lëvizje dhe sanksionet të cilat kanë shqetësuar seriozisht Moskën dhe Kremlinin, dhe pa diskutim thellimi i këtyre sanksioneve do të jetë një hap përpara drejt gjetjes së një rruge të përbashkët. Nuk jam fort dakord me atë grup ekspertësh apo opiniondhënësish se zgjidhja qëndron në Washington. Konflikti është në Europë, si në luftën e dytë botërore, do t'i duhet Europës ta zgjidhë konfliktin, absolutisht në një partneritet të fort me Washingtonin, por në optikën time zgjidhja do të vijë nga Europa. Ky summit e jehoi këtë, ky summit i bëri të qartë lindjes se Europa është e përbashkuar